Nga 27 deri më 31 tetor, Prishtina dhe Prizreni do të mbushen me tinguj të jashtëzakonshëm në edicionin e 24 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës, Remuzika. Dita e parë e festivalit nisi me një aktivitet shumë të veçantë. Fëmijët e shkollës së muzikës Prenk Jakova në Prishtinë ndërtuan instrumente muzikore përmes materialeve të riciklueshme. Vullnetarja e festivalit Drita Rudi, teksa shoqëronte fëmijët në aktivitet, tha se ata mezi e kishin pritur punimin e instrumenteve përmes plastikës dhe secili kishte ardhur me ide të ndryshme për të krijuar një instrument muzikor. Aktiviteti i tashëm, sapo jemi në përfundim, është aktivitet i Remuzika Junior, ku çdo vit Remuzika organizon për këta fëmijë risi. Këtë vit kemi ndërtimin e instrumenteve, që kemi bërë shumë instrumente, që fëmijët po kënaqen dhe po kërkojnë prapë të takojmë. Natyrisht ishin befasuar çka kanë me punu, me mendimin e bashkëpunëtorëve të mia dhe tona të përbashkëta. I dam shpjegime çka duhet bëjnë, janë gjanat e riciklueshme, të cilat duhet jo mi hudh, por që mund të përdoren si kastanjeta që kemi bërë, si këte dhe instrumente tjera, një punim shumë i bukur, një vajze e cila e ka punu enkas për këtë aktivitet. Kastanjeta, tupan, def, violin dhe shumë instrumente të tjera. Fëmijët i punuan me materiale të riciklueshme, me qëllim që të zhvillojnë vedijen për mbrojtjen e mjedisit dhe të mos i hedhin këto materiale në tokë. Është kastanjetet, janë këto, janë kutijat e letrës mbushura me orez ose me fasule, instrumente ritmike që mund të shoqërojnë pas edhe në përklas, edhe në këngë kur të mbledhen shoqëria, ti e shoqërojnë në këngë vetëm me këto instrumente. Qëllimi i kësaj që të ruajmë ambientin, të përdorim për të mirë, jo të hedhim, të ruajmë natyrën. Radhën tjetër, kur takohemi të premten, do t'i marrim edhe këto instrumente, do të ndërtojmë instrumente edhe me fëmijët e tjerë dhe t'i shoqërojmë këngët tona me instrumentet që kemi ndërtuar. Në ditët në vijim është edhe koncerti apo stafat për fëmijë dhe po ashtu edhe ndërtimi instrumenteve të tjera me fëmijët e tjerë dhe bashkarisht është diçka që i shoqëron muzika, jeta muzikore, ta fusim fëmijën në botën e muzikës përmes instrumenteve, duke filluar me instrumente ricikluese, por edhe me instrumente artistët që do të përcjellen. Aktiviteti i parë u zhvillua me fëmijët e shkollës Prenk Jakova, por nuk do të jetë i vetmi. Gjatë kësaj jave, edhe fëmijët e tjerë të kryeqytetit do të kenë mundësi të krijojnë instrumente të ngjashme në ditët në vijim. Ta fëmijën të shkollës Prenk Jakova dhe natyrisht të premten do t'jenë të hapura për gjithë fëmijët e kryeqytetit që mund të vinë dhe t'i ndërtojnë bashkë instrumentet. Ju uroj që të vini në Remuzika me fëmijë, me të rritun, se është diçka që vërtet ja vlen. Nxënësja e klasës së dytë në këtë shkollë, Jona Tulaj, përmes shisheve të detergjentit, ka punuar instrumentin e saj të preferuar, violinën. Neve na pat ka në tregu mësat pra të ajntën, ka thonë me kështu me marrë pjesën e plastikës, edhe me marru tani një pa të tregu që di me bëm violinën për plastikës, e tani ka thonë ti mush me marru tani me prum i kallë, mi tregu. Që ki bo, tani ole me babin e kena marru me këtë pjesën e plastikës. E tani e këmë gjyrus. Si me thonë një orë, që kjo kënë si ato që i lëmë teshat, e kjo ka pak i saj, e këto që i lëmë kopset, kështu vishti. E kena bo 2, tani babi e kanë gjitë edhe kena në gjyrus. Instrumenti jam preferim, se kur pata hi për herë parë këto, si violina, këtë ishin në maj fështiri, e në kur pata hi shumë let jam su me i ra. Në bu këngëtare ose pilote. Ky edicion me Remuzika Junior sjell një program të veçantë për fëmijë, që përfshin koncerte, punëtori dhe aktivitete interaktive të krijuara për të nxitur kuriozitetin dhe kreativitetin e tyre.
Këtë vit, me temën Kontrast, festivali sjell një udhëtim unik mes traditës dhe modernitetit, ku stilet ndërthuren dhe krijojnë një harmoni të veçantë. Po ashtu janë planifikuar 18 koncerte dhe mbi 160 artistë të shuar nga skena ndërkombëtare dhe vendore, tryeza diskutimi, punëtori e aktivitete të tjera.